Mirëmbrëma, mirë se erdhët në Now, mirë se erdhët në Euronews Albania. Sondazhet e barometrit tregojnë se partitë e reja do të jenë faktor jo të parëndësishëm në këto zgjedhje. Partia Mundësia, koalicioni Nisma Shqipëria Bëhet dhe Lëvizja Bashk kuotohen në përqindje të konsiderueshme të paktën deri më sot si parti me ndikim elektoral. Kam të ftuar krerët e tyre në emisionin e sotëm për të kuptuar së bashku se çfarë janë këto parti, çfarë fushate po bëjnë dhe çfarë vizioni kanë për vendin, si po i qasen Shqipërisë politike, sa do të fitojnë dhe si mendojnë të fitojnë simpatinë e publikut dhe votën e tij. Sonte në Now do të jetë Agron Shehaj i Partisë Mundësia dhe Arlind Qorri i Lëvizjes Bashk. Të dy në secilën pjesë të emisionit do t'i përgjigjen pyetjeve dhe do të ndajnë me ne pikpamjet e tyre. Në fakt, kisha planifikuar prej ditësh që t'i kisha sot në emision të tre krerët e këtyre partive të reja, por Adriatik Lapaj për arsyet e veta ka vendosur të mos jetë sot me ne. Ndërkaq, Beftas dje pas dite u zbulua një histori nxjerrjesh të dhënash konfidenciale nga kompjuteret e SPAK. Një histori që në fakt përsëritet me të dhënat hetimore që gjenden në media. Këtë radhë duket se SPAK ka identifikuar në një mënyrë të daljes së të dhënave për të cilën ka arrestuar dy persona, një ish drejtor burgu dhe një ish inspektor të IMT së Vlorës. Duket si histori Netflixi, por njoftimi zyrtar i SPAK sot konfirmoi qartë se ka një hetim të plot për historinë e ndërhyrjes në rrjetin e emaileve të brendshme të SPAK dhe të BKH-s. Prokuroria e posaçme thotë se nuk është deportuar në dosjet hetimore as në memoriet e kompjuterëve të prokurorëve, por vetëm tek një pjesë e email këmbimeve. Nuk është kursyer as kompjuteri i Altin Dumanit, por përpjekja ka qenë e pasuksesshme në këtë rast. Por çfarë është kjo çështje? Çfarë të dhënash ka ndalë? A është kjo një histori e përdorur për politikë, siç thotë opozita? Sa të sigurta janë të dhënat hetimore. Duam të kuptojmë diçka edhe për këtë çështje dhe në krye të këtij emisioni do të ndalem në një bisedë me Ervin Karamuçon, profesorin e kriminalistikës. Pas siglës. Pra siç e theksova dhe në hyrje, një skandal i vërtet është bërë publik ditën e djeshme, ku është ndërhyrë në kompjuterat e SPAK dhe të BKH-s, në të cilat janë marrë materiale hetimore dhe janë shpërndarë dhe gazetarëve, të cilët me urdhër të prokurorit nuk kanë bërë publike asgjë nga këto materiale. Sot ka reaguar edhe prokuroria e posaçme, SPAK, dhe unë për këtë pjesë do të kem në një lidhje Skype profesorin e kriminalistikës zotin Ervin Karamuço. E përshëndes Karamuço nëse e kam në lidhje. Dhe përpara se të ndalem me ty Karamuço, dua ta lexoj shkurtimisht vetëm njoftimin e SPAK-ut dhe më pas do vi menjëherë tek ty. Regjia, të lutem, njoftimin e prokurorisë. Pra, prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar mori informacion në datën 12 mars të këtij viti se ishte vënë në shënjestër të një ndërhyrje të palishme të adresave të emaileve të prokurorëve të posaçëm. Falmasave të sigurisë nuk u arrit të ndërhyej në sistemin e brendshëm të strukturës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, i cili mbetet i pacënuar. Nga verifikimet ka rezultuar se është ndërhyrë vetëm në adresat e emaileve të disa prokurorëve, por jo në sistemin e përgjithshëm të IT-s të institucionit. Personat përgjegjës kanë arritur të marrin disa informacione pa mundur të sigurojnë akses në dosje hetimore. Po ashtu, ata kanë tentuar të ndërhyjnë edhe në emailin e drejtuesit të prokurorisë së posaçme zotit Altin Dumani, por pa sukses. Fal një hetimi intensiv të drejtuar nga prokuroria e posaçme me përfshirjen e BKH-s si dhe sektorit të ekspertizës të kësaj prokurorie, u bë e mundur që të zbulojë kjo ndërhyrje e palishme, duke identifikuar dhe arrestuar brenda 24 orëve dy shtetas, individin që ka realizuar ndërhyrjen në emaile dhe atë që ka shpërndarë informacionin tek persona të tretë. Gjithashtu u bë e mundur sekuestrimi i pajisjeve të përdorura për të realizuar ndërhyrjen si dhe skedarët fajl të shkarkuar. Ka dhe një pjesë tjetër njoftimi i SPAK-ut. Prokurori i çështjes me qëllim ruajtjen e sekretit hetimor ka urdhëruar persona të cilët kanë rënë në posedim të këtyre informacioneve, pra gazetarët, të mos t'i publikojnë ato. Ndërkohë janë marrë në pyetje edhe individ të tjerë që mund të kenë pasur lidhje me personat e arrestuar dhe kanë poseduar informacionet. Paralelisht me procedim penal, prokuroria e posaçme nisi hetimin e brendshëm administrativ, i cili konfirmoi se sistemi i përgjithshëm i IT-s nuk është cënuar.
dënuar. Njëkohësisht janë marrë masa shtesë për forcimin e protokolleve mbrojtëse të sistemit të përgjithshëm të IT-s. Tani, Karamuço, ky ishte njoftimi i SPAK-ut. Çfarë ka ndodhur njëherë? Si ka mundësi të jenë hakeruar kompjuterët e SPAK dhe të BKH-s? Çfarë dihet më shumë? Përveç kësaj që lexova unë. Pavarësisht se ne i themi SPAK, një strukturë e re, specializuar, e motivuar, edhe e trajnuar shumë mirë, kjo ngjarje nxori një defekt shumë serioz dhe një paaftësi, mungesë trajnimi për të rritur dhe forcuar të gjitha elementët teknologjik dhe të komunikimit që ata kanë brenda institucionit të tyre. Mendoni këtu flitet për pasworde. Për disa pasworde që janë thyer shumë lehtë dhe hakerusit kanë hyrë menjëherë në 3 emailët e prokurorëve, mund të kishin hyrë këtë gjithë, por disa janë treguar më të vëmendshëm, disa janë treguar më të kujdesshëm dhe disa jo. Unë habitem për një fakt që ne në emailët e prokurorëve të ketë dosje hetimore. Më bën shumë përshtypje kjo, ata kanë një sistem të brendshëm se si mund të shkëmbejnë informacione midis njëri tjetrit, po jo me emailë. Emaili është një mënyrë komunikimi shumë e pasigurt sot që ne flasim. Kjo vjen në vazhdën e shumë pakujdesive të tjera që ne na ndodhin. Ministra që flasin me Gmail e me Yahoo, e flasin me WhatsApp, të cilat edhe me sinjal, të cilat nga gjitha institucionet ndërkombëtare janë mënyra komunikimi të pasigurta. Mirë, kur flasin për sekret shtetëror, vetëm diçka, kur flasin për sekret shtetëror dhe sekret hetimor, përgjegjësia më përpara fillon nga vetë SPAK-u, vetë menaxhimi i brendshëm i informacionit sekret. Mirë, Karamuço, mundet të kenë rënë në po themi, tek këto dosje, mund të kenë shkuar jo nëpërmjet emaileve, po në një mënyrë tjetër për shembull? Mund të ketë ndodhur kjo? Me sa kuptoj unë, disa prej këtyre dokumentacioneve janë gjetur në skedarët e emaileve. Në skedarët e emaileve të kompjuterave përkatës. Nëpërmjet emaileve ai mund të ketë hyrë në kompjuterin pastaj të përdorimit personal të personit ose zyrtarit dhe mund të ketë të rrequr edhe materiale të tjera, sepse po u hakerua nëpërmjet emailit, pastaj ai të hyjë në të gjithë skedarët e kompjuterit. Por fillimisht janë ata të pasqyruar në email që janë aty dokumentacione dhe pastaj deri tek pjesa e brendshme e kompjuterit. Mirë, Karamuço, tani çfarë të dhënash janë marrë? Se sipas gazetarëve, 3 gazetarë të paktën që kanë rënë janë marrë dosje hetimore. Janë marrë informacione relatime të disa prej zhvillimeve të hetimeve që kanë ndodhur për çështje konkrete, që janë ende të panjohura për publikun, që ka ende subjekte që ne nuk i dimë që janë hetim. Dhe kjo e ka bërë edhe i çik më të rezervuar prokurorinë dhe thirrjen e saj që të mbahen sekret edhe nga atyre që janë shpërndar. Sepse rrezikohen shumë që nëse do të shpërndahen dhe do të merret vesh nga ana e publikut, mund të arratisen personat të cilën po hetohen dhe të rrezikohen gjithë hetimet në tërësi. Nga ana tjetër, këta nuk janë vetëm, ata 2 që janë arrestuar nuk janë të vetëm. Po pra, sa do të pyesja në fakt. Po pra, sa do të pyesja, tani një ish drejtor burgu, një ish drejtuesi i IMT-s së Vlorës, të vetëm kanë qenë dhe kanë bërë gjithë këtë hakerim pra, nëse mund ta quajmë kështu? Shikoni, pavarësisht saj, ata nuk kanë pasur në një aftësi të jashtëzakonshme të profesionalizmit në lidhje me linjat dhe rrjetet kompjuterike, që të flasin për hackersa në kuptimin e rritjes edhe eficiencës tyre në goditjen e rrjeteve. Jo, kanë një uri mesatare për këtë, me aq sa shton, me aq informacion sa ne kemi. Kjo të bën të dyshosh që janë të tjerë persona të cilët dinë më shumë dhe kanë realizuar mënyrat e infiltrimit phishing që i quajmë ne, dhe për më tepër këta janë ekzekutor. Kush i drejton? Pra kush është maja e gjithë këtij aktiviteti? SPAK duhet të ketë kurajon ta zbulojë, por disa informacione paraprake dhe ende të pakonfirmuara na çojnë që gjurmët e këtij hakerimi shkojnë deri në Parlamentin e Shqipërisë. Gjurmët e këtij hakerimi shkojnë deri në Parlamentin e Shqipërisë, pra ka të përfshirë deputet atje apo ministra, çfarë janë këta? Ka të përfshirë. Ka të përfshirë politikan brapa këtij hakerimi. A ka mundur SPAK të... Në mënyrë direkte ose indirekte, janë ende dyshime, por po zhvillohen hetime intensive
për të kuptuar kush është porocici i gjithë kësaj skeme të strukturuar kriminale që ka depërtuar në fajlet e SPAK-ut. Në fakt Karamuço qëllimi, motivi, po ashtu nuk dihet ende. Këto doja të të pyesja për motivin, kush ka qenë qëllimi i këtij hakerimi dhe shpërndarja e këtyre dosjeve hetimore tek gazetarët me qëllim publikimin, po cili ka qenë? Për shantazh, për të denigruar figurat caktuara? Janë të zhvendosjes së vëmendjes, janë hakmarrje ndar personave të tjerë që deri më sot nuk janë prekur nga hetimet dhe duan të relativizojnë rolin e tyre ose pozitën e tyre juridike duke thënë që ja dhe ky janë në hetim. Pra ka shumë arsye. Po le ta lëm SPAK-un që të jetojë dhe të nxjerrë motivin e vërtet, ku SPAK-u është vetë viktimë, është vetë institucioni dëmtuar. Megjithatë ju thash, duhet të vijojë hetimet dhe të ketë kurajën për të dalë deri në maj të gjithë aktiviteti për të gjetur autorin e vërtet. Karamuço, tani edhe një pyetje tjetër kam këtu. Tani flitet se ekziston një zyrë e vërtet investigimi në një nga kullat e Tiranës. Pra, edhe personat e arrestuar janë pjesë e një grupi të strukturuar të madh, të cilët kishin një zyrë të instaluar në një nga kullat e Tiranës që merreshin enkas me këtë punë. Çfarë dihet më shumë? Dihet gjë më shumë rreth kësaj? Në fakt në datë 14 ka qenë një sinjal i parë që erdhi që në kullën e TC përballë me kishën katolike të bulevardi Barancuri është bërë një mësymje e befasishme e agjentëve të BKH-s. Nuk e di për kati konkretisht, sepse këto elementet detajet pastaj janë gazetarët investigativ që i japin. Po di që kanë qenë aty disa hetues të BKH-s, të veshur si zakonisht për të mos rënë shumë në sy edhe pa begje, kanë qëndruar në hollin e atij kati për disa kohë, kanë tërhequr vëmendjen e disa personave që kalonin dhe kanë zyrat aty. Në një moment caktuar ata kanë nxjerrë menjëherë begjet e identifikimit dhe kanë hyrë në zyrën që kishin objekt të kontrollit, kanë marrë gjitha materialet, laptop, kompjutra e kështu me radhë dhe janë larguar. Dhe është menduar që mund të jetë zyra e një personi që janë zhvilluar hetime, por askush nuk e dinte që ata kishin rënë në gjurmët e personave që kishin hakeruar sistemet e tyre. Kjo u than atë kohë, ngeli si enigmatike dhe vetëm së u zbulua plotësisht se për çfarë kishte të bënte ai kontroll. Tani ne nuk e dim kujt i përket ajo zyrë, kush e ka me qira dhe kush është pronar, apo shpunojnë të dy këta si subjekte. Këto janë çështje që po hetohen aktualisht nga ana e SPAK. Jo, në fakt të dhënat dolën aso kohë për këtë kontrollin që sapo përmendën në ETC, po unë nuk po merrem më gjatë me këtë çështje, shpresoj të na i bëj SPAK-u më të qarta gjërat. Tani çfarë ndodhi me kompjuterin e Dumanit, e Altin Dumanit, kreu të SPAK? Pse aty hakerimi ishte i pasuksesshëm? Atëherë tentativa është bërë për gjithë kompjuterat e të gjithë prokurorëve të SPAK-ut. Por ja kanë dalë, ju thash, vetëm me 3 kompjutra. Të 3 prokurorëve? Po të 3 prokurorëve. Ndërkohë të gjithë kompjuterat e tjerë kanë qenë në një nivel më të lartë të mbrojtjes, pra vetë prokurorët kanë qenë më të kujdesshëm, kanë ndruar në mënyrë të errëpashershme pasuardet e tyre dhe kanë qenë edhe në survejimin e të gjithë personelit mbështetës të IT-s. Dhe sigurisht që kjo e ka kuptuar. Por sistemi i brendshëm teknologjik që ata kanë, që përfshin laboratoret e të dhënat të tjera kriminalistike, janë të gjitha në një sistem të pavarur dhe shumë të mbrojtur. Dhe kjo ka qenë e gjithë suksesi i madh për fat të mirë, fati që nuk janë tërhequr, pra nuk janë marrë dhe këto. Edhe këto, Karamuço, mund të flitet edhe për bashkëpunëtor të brendshëm brenda BKH-s apo SPAK-ut, apo e gjithë ndërhyrja është realizuar nga jashtë? Jo, nuk mund ta them dot këtë, por po hetohet, di që po hetohet. Mund të jetë edhe përpara një fakti që bëhet përpara një sulmi të hakerimit, mund të prezantohet sistemi. Pra çfarë sistemi disponojmë, çfarë emailësh janë, çfarë kodesh pak a shumë përdorin, në çfarë niveli sigurie janë. Nëse këto janë thënë nga dikush që e njeh mirë atë sistem dhe punon aty, pse jo ai duhet të zbulohet. Por, siç thotë dhe SPAK-u, megjithëse zhvillohen hetime, prap nuk ka dyshime që mund të ketë një person të brendshëm. Po, a është ky një rast i vetëm dhe sporadik? Jo. Ne kemi një situatë shumë serioze të rrjedhjes së të dhënave jo kompjuterike
por nëpërmjet dosjeve të vazhdueshme nga ana e zyrtarëve të SPAK-ut në drejtim të personave të ndryshëm të interes, bizneseve, deri diku dhe media. Tani hetime janë zhvilluar, nuk kemi asnjë person përgjegjës në këto vite punë që ka pasur SPAK-u, dhe kjo ishte rasti për të vijuar më tetë analizuar çfarë nuk shkon në elementet e sigurisë për të mbrojtur informacionin sekret hetimor nga ana e këtij institucioni. Okej, Karamuço, dhe një pyetje të fundit, ose dy pyetje të fundit, le të themi. Tani, po dëgjoj shumë shpesh këto kohë për një pajisje DPI, një pajisje që është instaluar me qëllim ndalimin e TikTokut, bllokimin e TikTokut, por që ekspertët e IT-s kanë ngritur alarmin. Çfarë pajisje është kjo? Ajo është një pajisje me sa jam unë në dieni të filtrimit të dhënave kompjuterike dhe mbajtje në kontroll në kuadër dhe të TikTokut, i cili ju është vendosur një ndalim nga ana e institucioneve tona. Di të them që nëse ky sistem është blerë me paketë të plot, mund të ketë edhe opsione të tjera, të cilat sigurisht nëse janë në shtet do të përdoren sipas ligjit. Nëse i ka një privat, ato të bëjnë dëmin më të madh. Derisa janë në përgjegjësinë e autoriteteve. Çfarë është dëmi? Se flitet po të disa autoriteteve, ato mund të kenë edhe efektet edhe ndikimin e penetrimit të drejt për drejt në të gjitha sistemet e internetit. Por deri tani ne nuk kemi të dhëna. Pra, unë nuk mund të spekuloj të them që mund të përgjohet, mund të hyhet në email dhe në celular, jo, nuk mund të them këtë. Por që ky sistem e kryen dhe këtë. Pra, e ka si aftësi për ta kryer dhe penetrimin në sistemet tona të internetit, qoftë ato linjës celulare, në email dhe gjithçka tjetër, po deri tani ne nuk kemi informacion se për çfarë përdoret tjetër, përveç se filtrave të aplikacioneve të caktuara të ndaluara nga ana e qeverisë shqiptare. Okej, dhe Karamuço, meqenëse se prap këtu ekspertët e kanë ngritur alarmin, a mund të ketë ndodhur që kjo që ka ndodhur në SPAK dhe në BKH, ky hakerim të ketë lidhje me këtë pajisje që ka hyrë rreth mbi një muaj më parë, le të themi? Jo, nuk mendoj se kanë lidhje, sepse ky sistem është blerë nga ana autoriteteve shqiptare, jo nga ana personave privat, nuk është mbajtur në zyra të subjekteve private apo edhe të zyrtarëve siç janë këta të arrestuar, dhe kjo ka shtuar dhe siguri më të madhe që në atë nuk do abuzohet. Nuk përjashtoj mundësinë që nën punës më vonë ta shfrytëzoj, por sigurisht që jep shumë alarme, jep shumë flamur të kuq në ata që i quajmë institucionet e supervizimit, kështu që nuk do ta ketë lehta shkush për të penetruar. Por institucionet duhet të jenë transparente, duhet tonë për çfarë përdoret, që edhe ekspertët në një farë mënyre të marrin përgjigjen dhe të mos ketë më aludime nëse ka mundësi për ose jo. Okej, dhe nëse ndodh kjo që thonë ekspertët e IT-s, që kjo që ka ndodhur me SPAK-un dhe BKH-n mund të ketë lidhje dhe me këtë pajisje, shpresojmë të ketë ngritur flamurin e kuq të SPAK në këtë rast. Karamuço, të falenderoj shumë për gjithë informacionet që ndave me ne. Sigurisht që kjo është një çështje me shumë interes, përse në vijim do të ndalemi edhe do të mundohemi të kuptojmë më shumë rreth kësaj. Unë, siç e thash në hyrjet e emisionit, në pjesën e parë kam kënaqësinë të kem zotin Agron Shehaj, kryetar i Partisë Mundësia. Mirëmbrëma zoti Shehaj. Mirë se erdhe. Bashkë me mua do të jetë edhe Ylli Manjani, mirëmbrëma. Mirë se erdhe, dhe Bledian Koka, gazetar Syri TV. Tani, duke qenë se unë gjatë kohës që flisja me Karamuçon, e pash që edhe Bledi do të ndërhynte dhe Manjani, do ju marr vetëm nga një koment për këtë që ka ndodhur në SPAK dhe BKH, këtë hakerim, më pas në reklama dhe do ndalemi te programi dhe tek Mundësia. Bledi, se të pash që doje të ndërhyje më të Jo, e parë punës thjesht ndërhyrja e fundit kishte bënde me sistemin e DPI-s. I pari që e ka denoncuar këtë çështje ka qenë eksperti i IT-s zoti Besmir Semana, i cili është një nga ekspertët më të mirë që kemi që punon dhe vepron në Vjenë. Ne në televizionin tonë kemi ngritur si shqetësim që para një jave këtë çështje, pikërisht për atë se çfarë përfaqëson kjo çështje. Sistemi ka hyrë në Shqipëri në datën 12 mars dhe më pas është instaluar vetëm para pak ditë më parë. Kjo sa i takon çështjes, a ka shanse që kjo pajisje të jetë përdorur, si më thënë, për të impaktuar ose për të qenë përfshirë në... Po, unë ata lexova, ekspertët e IT-s. Po, pikërisht, po. Unë kam një lidhje tjetër. Unë mendoj që realisht kjo çështje e hakimit të kësaj, të SPAK-ut, është një çështje, mendoj unë, e ndarë nga
nga kjo ndërhyrje, por që kjo pa diskutim është një momentum shumë delikat, Pse? sepse si asnjë herë tjetër, praktikisht këtë sistem, pra DPI si quhet ndryshe, e ka instaluar qeveria shqiptare dhe është ajo që e ka blerë dhe e ka nënkontraktuar, është bërë me lejen e AKEP-it, është AKEP-i që e ka marrë si autoritet bashkë me agjensinë e autoritetit sekret, dhe me miratimin, por jo me lejen, me miratimin e drejtorit e komisionerit për dhënat personale zotit Besnik Dervishi. Pra këta janë 3 autoritetet që janë përdorur për të blerë për të justifikuar këtë gjën. Duhet të thënë që nuk ka një ligj për këtë çështje, për instalimin e kësaj, sepse kjo është cënim i drejt për drejt i të gjithë privatësisë asaj që kishte ngelur, kuptohet, në Shqipëri. Nëse do përdoret për qëllime të tilla. Jo, është përdorur, kjo është vënë në punësim. Çka ka ndodhur? Është vënë në Që është vënë në punë, dakor, nëse do përdoret për të dhënat të tjera dhe jo për TikTokun, atëherë, çka ka ndodhur? Këtu është përdorur, këtu është justifikuar që ky element është blerë për TikTokun. Kjo nuk ka lidhje. Sepse shteti shqiptar, edhe pa përdorimin e këtij pajisje, kishte mundësinë ta bllokonte TikTokun, siç bllokoi dhe siç vazhdon të jetë sot të gjithë jetët bllokuara portalet e lojrave online për shembull. Pra në të njëjtën formë? Në të njëjtën formë mund të bëjë edhe kjo. Por është përdorur pikërisht argumenti që do bllokojmë TikTokun për të sjellë, për të implementuar këtë lloj programi, i cili nuk ka lidhje fare me TikTokun, por ka lidhje me një tjetër problem akoma më të madh, sepse i vendosur në 2 gypat kryesorë që kemi neve të internet provider në Shqipëri, që janë 2 kompanitë celulare, Vodafone dhe One, praktikisht në këtë moment qeveria është në gjendje të shikojë çfarë do lloj aksesi dhe navigimi që po bën Erlam Hilli në celularin e vet, Agron Sheja në celularin e vet, Ylli Manjani në celularin e vet dhe Blet Koka në celularin e vet dhe gjithë secili prej tyre. Kjo është mundësia e parë që ka, që bën ky program. Pra kontrollon çdo gjë. Nuk kontrollon sigurisht WhatsAppin, që është e vërteta, por jo. Nuk e kontrollon WhatsApp. Për momentin nuk e kontrollon, por ky është një program ose ky është një aparaturë që e ka mbërthuar izraelitët dhe është blerë në Izrael. Është izraelite, e cila ka dhe mundësinë e upgradimit në varësi të nevojave që ka qeveria. Pra nuk përjashtohet që qeveria ta ketë marrë full option atë që tha dhe Karamuça, për të parë edhe WhatsAppin e Agron Shehet në këtë flet në këto momente. Edhe Instagramin e Erlam Hillit, edhe Telegramin e Blet Kokës, edhe sinjalin e Ylli Manjanit dhe jo vetëm. Kjo është... Do të themi të letrat me plumb. Pikërisht. Nëzore sekrete, po pëse më qove ke sinjali muaj, kupton? Më lege WhatsApp-i shumë... Po aludoj. Përfundoje, Bledi. Qa mund bëjt tjetër DPI-e? DPI-e mund ndërhy edhe tek mënyra se tek ajo çfarë ne shikojmë dhe çfarë mund të shikojmë në internet. Pra mund të ndikoj edhe, për shembull kjo gjë, mund diktoj se çfarë duhet shohësh ti në Facebook-un tonë. Pra nëse që qeveria nuk do që unë të hap shfaqjen me zotin Shehe. Aq statuse, ose unë bëjnë Agron Shehe një status për zotin Rama. Qeveria përmes këtij programi mund të ta zhdukë fare dhe mund ta nxjerrë shumë pak. Nuk e zhduk, por nuk e nxjerr. Sepse kjo është çështje algoritmi, pra. Ajo që shohim neve, nuk është se neve na dalin për shkak të algoritmit dhe kontakteve që kemi me raport me ata që kemi online. Çfarë mund bëj tjetër? Mund të futet në gjithë tyre dhe për shembull mund të futet në faqen e portalit Syri TV. E para punës ka mundësinë që ta uli fuqinë e transmetimit të Syrit, që faqja me zi të hapet, të ketë atë rrethin që të rrotullohet dhe të thotë X-s pa hap, dhe mund bëjë edhe gjë tjetër, mund shkojë edhe që një lajm për shembull kundër qeverisë, ta pothuajse ta bëj të paklikueshëm. Në mos edhe ta zhdukë fare nga portali, edhe pse unë që e kam si botues e shikoj artikullin e publikuar, ndërkohë ti që mund duash ta shikosh o mund që futesh random për të klikuar, ti nuk e klikon dot. Pra, këta janë vetëm disa nga pasoret dhe nga gjërat që mund të bëjë kjo pajisje, dhe që realisht është një cënim i drejt për drejt i gjitha lirive themelore dhe kushtetuese dhe mirë do ishte, që realisht opozita ta ngrej zërin për këtë. Ta ngrej zërin opozita. Në fakt, këtë bisedë po bënim pak më parë që duket se nuk ka folur mjaftueshëm, ai sa duhet nëse është vërtet kaq edhe opozitat. Nuk duhet të hyj as pak detajeve. Manjan, dhe për këtë që ka ndodhur, për hakerimin. Pak të më qenë opozit, kjo është arritje madhe. Jo, ju opozit jeni. Kur se kam dyshuar këtë. Opozit jeni, pa diskutim. Manjan. Nuk duhet të hyj as pak detajeve, sepse është një histori që sa dalin dot. Sigurisht përdorimi i mjeteve elektrike, elektronike sot nuk është e sigurt, asku nuk është e sigurt. Që nuk kam në një por hakerimi në spak sa e rëndësh? Nuk besoj që ka hakerimi, në situata hakerimi, unë besoj që ka nxjerrje të dhënash, si që është bërë gjithmonë në gjithë të vite, spak fjara vjen nuk ka dhënë ende shpjegime pse të dhënat e Sky ECC-s janë në media, pse përgjimet e Ilir Beqas janë në media, pse përgjimet e Qyrbës janë në media,
Kjo është histori tjetër, se është akuzuar gjithmonë që mund t'i kenë nxjerrë avokatët, mund t'i kenë nxjerrë... Jo. Në momentin që janë nxjerrë, avokatët s'kan pas djeni fare. Dhe këtu ka një problem shumë më të madh se sa këta historiera që... Jo mirë, dhe hakerimi i një sistemi të brendshëm i kompjuterave prokurorëve, nuk ka hakerim tani, nuk është hakerim ai, kanë nxjerrë vetë ata. Si kanë nxjerrë vetë? Ai kanë nxjerrë vetë tani Po ka 2 persona të arrestuar më janë. Nuk duhet hyn në këtë detaj tani, se nuk ka hakeruaj ato që tregojshin muskujt atje po le tani. Çfarë ka ndodhur në nuk i hakush, jam dakord me Karamuçën, nëse ka hakerim, janë më të mençur ata hakeruesit, nuk janë kështu. Pra shkojnë më lart. Po sigurisht që po më lart, më poshtë nuk e dim ne, më anash, më është histori që tham, nuk duhet hyrë në këtë debat. Shqetësimi është që nxjerrja e të dhënave hetimore në media është shqetësim dhe spaku është përgjegjës. Pik. Këtu fillon dhe këtu marron ky arsye tim. Së pari, së dyti dje ka ndodhur një ngjarje tjetër gjithashtu, që ka dalë në vëmendje. Ka patur një seancë dëgjimi në gjykatën kushtetuese për këtë çështje. Në raport pra media në raport me sekretin. Dakord? Ka qenë çështje konkrete, për herë të parë gjykata kushtetuese ka hapë sallën e gjyqit dhe dini çka kanë thënë prokurorët e Spakut atje? Çfarë kanë thënë? Ju gazetarë që keni në dorë dokumente sekrete, hajde na pyesni një herë ne, janë apo jo sekrete që të japim leje, ti bëj apo jo? Kjo është përgjigje që kanë dhënë në Kjo është palaçollek juridik më. Kjo është poshtërsi më. Po si mund bëhet kjo gjë? Po ku dallon censura nga kanë nxjerrë një urdhër. Asti s'ka një 0-0 dorë. A mund të flasim jo sepse do trajtojmë çik këtë, nëse na lejon. Shkurtimisht, të lutem, se dua ti marr mbaroj sepse këtë janë çështje shumë të rëndësishme se sa një debat që është si hyn në një kompjuter, si hyn, këtë është histori shumë e detajuar. Është shumë e rëndësishme kjo që po themi. Ai debat dje në gjykatën kushtetuese, ku pozicioni zyrtar i Spakut ka qenë censura paraprake të gazetarit, është skandaloz. Skandaloz. Skandaloz, bashkë me ato top datit që kanë qenë gjyqë atje. Edhe ata ta dëgjojnë të gjë. Kanë qenë dhe amerikanët. Po patjetër me ata palacot. Dhe kjo është gjithë historia e kësaj. Po patjetër që po më. Se kjo është një histori që duhet marrë drejtim. Dhe këtu nuk na nxjerrin kompjuterat dhënat, pa nxjerrin njerëzit. I nxjerrin njerëzit, më njerëzit. I nxjerrin për bërë gjyqje popullore. Kjo është e vërteta kësaj gjëje. Dhe në fund fare ka vetëm një ligj, një dhe vetëm një. Mi ti po thuaj që Spaku po gënjen Altin Dumani me atë njoftim që kanë dhënë. Nuk jam duke bërë gjyqjen e Spakut. Unë po ju them çfarë ndodh. Dhe kjo që po ndodh është shumë e rëndë. Unë jam profesionist dhe nuk guxoj të shkoj në gjyq, në një gjyq kur më është bërë gjyqi një natë përpara në sallën e gjyqit. Më fal në studio televiziv. Çfarë më bë? Po ku ka gjyqtar që gjykon ashtu pastaj? Kjo është problemi më. Kjo është situata ku jemi. Dhe fundit, ligji që dënon për hapsin e sekretit është ligj bolshevik. Dakord? Sekretin duhet ta ruaj ai që e ka për detyrë për ta ruajtur. Jo gazetarët. Çfarë ka gazetari ka detyrë ta nxjerrë më. Ka misionin të bëjë transparencë. Kjo është gjithë situata. Këto janë tema mendoj unë që desha ti ngre në këtë Dua ti marr një koment edhe zotit Agron Shej për këtë që ka ndodhur. Tani unë mendoj shumë ndryshe në fakt. Kjo është një gjë shumë e rëndë dhe nëse nga një anë tregon që nëse ka dyshime që deputet apo politikan kanë orkestruar një ndërhyrje në kompjuterat e Spakut, do të thotë që dhe aq shumë nën kontroll nuk e pas këtë Spakun. Kështu që nuk po themi gjithë, po të paktën bjem dakord që nëse e hakerojnë do të thotë që duan të marrin informacione që Spaku nuk u jep. Dakord? Nga një anë. Dhe nga ana tjetër tregon egërsinë e atyre që janë objekt të hetimit nga Spaku, që janë me shpatulla pas murit, e din që po vjen fundi, dhe arrin deri në atë pikë ku vjedhin të dhënat dhe hakerojnë kompjuterat e prokurorëve. Unë jam i bindur që pavarësisht saj që ka ndodhur, që kjo është një betejë shumë e fortë, unë kam thënë dhe më përpara në fakt. Kam thënë kur ne diskutonim drejtësia e ka seriozisht, se ka seriozisht se gjithë kishin dyshime, po funksionon, s'po funksionon, kam thënë gjithmonë, ne do kuptojmë nëse drejtësia e ka seriozisht apo jo, nëse jemi përballë një drejtësie të pavarur që do luftojnë ndëshkueshmërinë, atëherë kur? Kur të fillojnë të përplasen, kur politika të shpalli luftë Spakut dhe drejtësisë. Dhe momenti ky moment ka ardhur. Absolutisht. Ne kemi rastin në momentin që u arrestuar Jon Veliaj, për herë të parë në historinë e Shqipërisë, është marrë një zyrtar i lartë, një kryetar bashkie në detyrë, krau i djathtë i Edi Ramës dhe është çuar në burg. E kemi parë se si reagoi politika, si reagoi ai vetë dhe si reaguan të gjithë mbështetësit e tij. Kemi parë përgjime, telefonata, mesazhe që shkëmbejnë zyrtar të lartë
të majorancës socialiste që shprehen që thonë ne SPAK-un do ta zhdukim, do ta marrim në kontroll. Vetë kryeministri në reagimin e para që pati që më pas u tërhoq. që pastaj u tërhoq se kuptoi që po dilte shumë keq, tha ne SPAK-un do ta sjellim në shinat e kushtëtueshmërisë. Me pak fjalë, kjo për ata është një betejë për jetë vdekje. Na votoni sot, sepse ne në datën 12 maj do ta zhdukim SPAK-un. Mjafton të shikoni se si listat e Partisë Socialiste në Tiranë janë plot me deputet, ish deputet, ish ministra të në hetim për korupcion nga SPAK-u. E kuptoni, Partia Socialiste i thot shqiptarëve, i thot qytetarëve shqiptar, votoni për Olta Gjaçkën, e cila është në hetim nga SPAK-u për korupcion, apo votoni për atë... Dakor, këtu kur i kam patur dhe i kam pyetur, thonë që politika puna jonë si politikan vazhdon, drejtësia ka punën e vetë Rama pastaj mund të kandidoj këdo, mund të kandidoj edhe një trafikant droge, dakor? Edhe trafikanti drogës do vitë do thotë, derisa më kandidojnë qa keti? Derisa s'më ka kapur drejtësia, derisa jam i lirë. Nëse më lejon ligji ta bëj, nuk po them që është e jashtëligjshme. Por s'është e moralshme. Po them thjesht, nuk është tallje të flasësh për drejtësi dhe të thuash që ne do mbështesim drejtësinë kur ti në parlament çon individ që janë në hetim nga SPAK-u. Çfarë po na thotë Edi Rama? Votoni Gjaçkën sepse Gjaçka pastaj do votojë në parlament në favor të SPAK-ut, në favor të atyre që po jetojnë. Kryetarët e opozitës janë të pandehur, janë në hetim, po hajt më. Tani, një sekond. E ke fjalën për Sali Berishën dhe Ilir Metën. Fatmir Mediu, Ervin Saliani është burr. Po ky tjetri i Shkodrës është kryetari i Bashkisë Shkodrës. Ka parasysh, ai ka bërë namë, ka dalë në përgjime, ai kishte kryetari aktual në përgjime se ne për një ignorantë 300.000 euro, ata arrestojnë i kërkojnë bërë pajet sepse ke qenë nga puna. E kupton tash çfarë? Atëherë. Ja ta përfundoj zoti Sheh. Nuk ndryshon asgjë. Vlen e njëjta gjë për të gjithë. Vlen e njëjta gjë. Ka një dallim që nuk mund të mohohet, që vetëm dy fjalë kur flasim për sa kemi shumë rëndësishme. Më fal. Ja ta përfundoj. Kemi shumë rëndësishme dhe thotë jo, po kundër, kemi shumë rëndësishme debat. Shikoni, ka një gjë që duhet ta trajtojmë. Ka një gjë që duhet kuptojmë. Nëse Shqipëria vazhdon të jetë një nga vendet më të varfra në Europë, ka një arsye. Sepse korupcioni ka kapur çdo nivel të qeverisjes. Dakord? Nga 91 kur filloi dhe deri më sot. Korupcioni është arsyeja kryesore pse njerëzit ikin. Qytetarët shqiptar nuk ikin nga Shqipëria, ikin nga të korruptuarit, ikin nga politikanët e korruptuar dhe ka politikan që do ishte mirë që mos të prisnin vendimin e drejtësisë, por ka mjaftueshëm dyshime dhe raste dhe skandale që do mjaftonin që këta të tërhiqeshin të ishin tërhequr prej kohësh. Okej, Bledi. Atëherë, Erla, unë mendoj që gjëja më rrezikshme në shkretë të tjerë që mund të ndodhë njeriu është mirazhi. Mirazhi se 5 kilometra më tutje ka ujë. Dhe kjo është fiks për mua me rasti i SPAK-ut. Tani po i kthehem pak kësaj që ka ndodhur sot. Sepse sot do ta dinë qytetarët ata që kanë ditur akoma që janë publikuar ca përgjime që nga cilat del Erion Veliaj, pra duke folur nga burgu. Tani pyetja është, flasin për SPAK-un. Kush i ka nxjerrë këto? Qa thonë në përgjime. Një sekond, edhe përgjime. Po qa thonë, a thuaj qa thotë. Ti them unë qa thonë përgjimet, po s'ka rëndësi fare. Institucioni i pavarur i organit akuzës strukturës të posaçme antikorrupsion ka marrë 2 vendime brenda 2 ditëve. Jo, ka marrë 1 vendim dhe s'ka marrë 1 vendim. Dje i dha urdhër medjave që të gjithë ata që kanë marrë dosjen këto dosjet e hakeruara, që janë dosjet e hakeruara që ta dinë qytetarët shqiptar. Një është për Damian Gjiknurin. Për Damian Gjiknurin? Po, dosja e hakeruar. E dyta është për Klodiana Llajbeu. Le të mbaroj, le të flasë. Se e di po se jam gazetar. Ti më përsi për ti thuash. Po, dhe Klodiana Llajbeu dhe treta është për një vajzë mos gaboj Nela Imere që është një njeri besuar Klodiana Llajbeu. Këto janë 3 dosjet. Këto janë 3 dosjet pra që janë shpërndarë, që janë hakeruar dhe janë shpërndarë. Janë dosje, më s'ka mundësi të rëndësi. Janë 91 faqe manjan, gjithsesi. Dhe çfarë ndodh? Struktura pa merr këtë zhërnë neve gazetarët. Struktura e posaçme antikorrupsion dje mori vendimin dhe bëri shumë mirë dhe tha që këto dosje nuk duhet publikohen nga kushdo që i ka. Ndërkohë, sot portali CNA.al që ka bërë shumë mirë sepse një media nëse i bie një informacion që ka rëndësi për publikun duhet ta publikojë. Ka nisur dhe ka njoftuar që në orën 12 të drekës. Okej, përgjimet e bëra brenda që në orën 18 do të nisi përgjimet e dosjes së Erion Veliajt në burg.
si ka mundësi që struktura posaçme antikorrupsion Nuk i jep dërgon. urdhër për bllokimin e 3 dosjeve që janë hakeruar dhe nuk jep urdhër, siç ka dhënë edhe në raste të tjera, për bllokimin e publikimit të përgjimeve të Erion Veliajt në burg, të cilat janë pjesë e një dosje shumë të rëndësishme që është dosja e momentit. Sepse e bëjnë vetë më burë. Se pikërisht dhe kjo çka ka ndodhur. Kjo sot jo vetëm që konfirmon aksiomën e Sali Berishës që thotë që SPAK-u është një dorë, është një organ i cili përdoret si mash kundër opozitës. Por sot SPAK-u konfirmoi që është dhe një organ në luftën e brendshme të Partisë Socialiste, sepse praktikisht të dyja gjërat, edhe përgjimet që edhe ato dosjet që dolën dje, edhe përgjimet dolën sot, çujtërisht godasin nga njëti kraj grup, pra ne që e njohim Politikën Socialiste, godasin. Dyshimet kryesore shkojnë që në krye të grupit strukturar kriminal që ka hakuar SPAK-un qëndron Fatmir Xhafaj, sepse janë 2 njerëz janë të ngushtë me të dhe edhe këtu na del edhe dyshimi që, si më thënë, Për çfarë hakon Fatmir Xhafaj një sekond? Po një sekond, ta mbaroj sepse është kështu. Dhe sipas kësaj logjike, praktikisht na del që Fatmir Xhafaj mbrëm u zbulua në një farë mënyrë që është ai në krye të grupit ose pak më kështu dyshohet fortësisht. E sa Karamuço pak politikan i lartë, u kuptua dhe zyra në TC u bë një lidhje. Zoti Fatmir Xhafaj, ai është në krye të dyshimit komisionit pikërisht. Ai është dyshimi i dyshuar i kryesor si njeriu që ka hakuar këtë, pavarësisht se ata 2 njerëzit që kanë dalë sot si drejtori i burgut dhe drejtori i MT-s që kanë lidhje me çdo gjë përveç se me hakerimet. Pra si janë hakeruar. S'kan lidhje ata me këtë gjë. Ka përshë Agim Ismaili tash, kush e njeh, ndoshta ju do të njohë që më mirë. Jo mos e Agim Ismaili ndjes ka qenë ish drejtor burgut. Ish drejtor burgut. Drejtor burgut. E kupton se ketë lidhje me hakerimet, se çike trash kjo si prrall. E kupton? Mirë, tani shiko. Ta akuzosh për hakerim nuk do të thotë që ti ke bërë materialisht hakerimin, ëh? Po që ti je shfutur ti në sistem. Gjithsesi po e marrin të mirë qenë që kjo ka ndodhur, ëh? Po e marrin të mirë qenë. Pra çujitërisht na ndodhin 2 gjëra. Dje u zbulua grupi kriminal, megjithëse kishte ca ditë që disa gazetarë investigonin në këtë rast tani la Hoxha. Dhe smerret përgjegjësi për tjerë. Dhe smerret përgjegjësi. Pra kur është çështja për të 3 dosjet që janë hakeruar, këto mos publikonin, ndërkohë sot njoftohet edhe publikohen dosjet. Tani themi gjë. Nuk i heq asnjë pikë. Një sekond, themi gjë. Dakor. Përfundojmë me këtë që shkoj reklama dhe kthehemi. Ta përfundojmë këtë. Të gjithë dinë çfarë ndjesie kam unë për Erion Veliajn. Unë jam një njeri që me 17 prill kam seancën radhës, sepse ky njeri që është mburë ka për ditë mu për shpifje, se kam bërë një intervistë. Pra do të thuash se s'ke ndonjë ndjeshmëri. Unë e lexova ato përgjimet që janë publikuar. Ato përgjime kanë një problem shumë madh. Çfarë problemi ka? Unë nuk e di se për çfarë mbahet në burg Erion Veliaj, po ato përgjime nuk pash ngarkesë penale. E më mirë se e kupton, po gjithsesi kjo është janë përdorur si një mënyrë për justifikuar që është një njeri që mund të publikojë. Tani pyetja dyshimi im kryesor është pse besojnë që kjo është një luftë, si më thënë, dhe SPAK-u qartazi tashmë mbasi mbaroi punë me opozitën dhe i goditi sa mundi, se s'kishte mundësinë të i godisë se ato dosje s'kan asgjë, as për Ilir Metën, dhe as për Sali Berishën, tashmë është përdorur është luftë vegën e Edi Ramës gjithmonë, e brenda luftës PS, sepse do të keni parasysh një gjë. Erion Veliaj akuzohet për çdo gjë dhe të gjitha akuzat për mendimin tim qëndrojnë, vetëm se ka një problem. Asnjë nga ato akuzat, dhe këtë do ta marrin mend qytetarët edhe zoti Shehaj, asnjë nga ato akuzat çuditërisht nuk ka lidhje me Edi Ramën. Pra, as ndërtime, as kush ja dha urdhrin Erion Veliajt që ndërtonte kullat dhe që bandat e Shqipërisë ato që veprojnë jashtë shtetit të pastrojnë parat në Shqipëri, as që Erion Veliaj ka firmosur vërtet një firmë ai ke këshillësia kryetari i Këshillit të Qargut Torin. Po ne dim fare që 17 firma ti ka firmosur. Që do të thotë, kjo është konfirmimi realisht atë që mbërmua SPAK-u sot është një organ akuzë që mbasi i shërbeu Edi Ramës për të goditur opozitën, sot po i shërben për të goditur klanet brenda Partisë Socialiste. Tani, vetëm një pyetje me që s'bën që qenë po hajnë kokët e njëri tjetrit. Qenë po hajnë kokën e njëri tjetrit, thua ti. Tani, nëse qëndron Fatmir Xhafa, siç thua ti, në krye të këtij grupi të strukturuar që ka hakeruar SPAK-un. Çfarë interesi ka Fatmir Xhafaj të nxjerrë një dosje hetimore ndaj Damian Gjikuri? Kjo është një pyetje tjetër banale. Megjithëse ka ndodhur në ditën kur ishte gjyqi Apelit i Mirë bën ta hakeri që këto janë sepse kjo ka dhënë gjë, sepse kjo gjë ka dhënë gjë tjetër. Praktikisht na del SPAK-u si viktimë. Po, pra, po, se këtu i kështë fëtë. A është viktima për të mëjtë lidhur besimtarët e SPAK-u. Besimtarët që thonë, pas kanë goditur këta. Ne kanë në cëtun SPAK-un, na finë zemë, kjo është thejtë, të vdicem. Sepse realisht që ose ata do hakeronin,
qëllimi, hakerimi ka hakerimi ka një qëllim. Hakerimi ka një qëllim. Dhe qëllimi është çfarë vlerë kanë këto tre dosje. Pra kujt i duhet Klodina Lajbeu, kujt i duhet Damian Gjiknuri. Ma lidhur besimtarët e Spakut. Ama, ku duke nxjerrën të thonë, ja shiko, ky Fatmir Xhafe, ky legeni që është Erion Velia e dihet, ka desh na ashtu, edhe ja shikojnë edhe Erion Velian se çfarë ka bërë nga burgu kundër neve. Ma e kuptova qëndrimin tënd. Kishe diçka për të shtuar? Zotë She, apo të shkojnë reklama dhe të kthehemi tek tema jonë? Dy fjalë mbi këtë gjë. Se kjo është çështje që do ketë zhvillime në vim. Ti kishe shumë informacion, Bledi. Na trondite. Kemi disa informacione, që janë, nuk e di sa të vërteta janë, po janë me të dëgjuar në fundit. Dhe kërkojmë të ndërtojmë mbi këto informacione një tezë politike, ku arrim deri aty sa themi që është, nëse është e vërtet që është janë hakeruar kompjuterat e prokurorëve, ka më shumë gjatë që këta që janë hakeruar nga vetë prokurorët, se sa nga ata që janë të akuzuar dhe figurojnë në dosjet e prokurorëve. Është një analizë që nuk qëndron, absolutisht, nuk ka asnjë lidhje logjike, por vetëse e bën akoma më të pakuptimt dhe i çorodit në një farë mënyrë qytetarët që na dëgjojnë, që për një gjë që është shumë e thjeshtë. Ne çfarë dim të sigurt është që kompjuterat e prokurorëve, që mase nuk kanë qenë perfekt, po kanë bërë atë që nuk kanë ndodhur kur në Shqipëri, janë hakeruar. Ky është fakt. Pastaj këtë kushdo mund ta interpretojë si një sulm ndaj prokurorëve, nga ata që janë në dosje. Po se me aq informacione sa kemi, po mundohemi të vëmë në vendin e vet puzzle. Do ketë sigurisht edhe nga ata që thonë që jo, prokurorët vetë kanë hakeruar kompjuterin për të dalë si viktima. Pra të punë ka njerëz që mendojnë. Jo, ma jo, se në 2025 ka njerëz që mendojnë që toka është e sheshtë. E di që ka njerëz që besojnë që toka është e sheshtë. Po, ka njerëz që besojnë që Spaku është institucioni i pavarur. Jo, unë po them, ka njerëz që besojnë që toka është e sheshtë dhe janë të bindur. Janë të bindur. Edhe kanë argumenta mbi këtë gjë. Dhe kanë argumente që po ti dëgjosh, po i dëgjove shumë, të bindin. Ka dhe njerëz që besojnë që Spaku është institucioni i pavarur dhe jashtë kontrollit të Tiranës. Janë të njëjtët ato që besojnë që toka është e sheshtë. Ata që mendojnë që Spaku është i pavarur. Unë shoh faktet. Unë nuk besoj që Spaku është i kulluar, mund të ketë korruptuar dhe brenda Spakut, nuk e vën dyshim. Unë shoh faktet. Gjë më e rrezikshme shkretëtirë është mirazhi. Faktet janë. Të shpesosh që atje mbas 5 kilometrash ka ujë, ndërkohë që ti je duke vdek për ujë aty ku je. Janë faktet, nuk është mirazh që këtë vend e kanë marrë qaftë. Mirazhi që këtu po luftohet korrupsioni, ndërkohë që koka e Meduzës është në krye, zoti Sheaj. Dgjoj, unë jam nga ata që nuk kam besim të verbër, sepse unë i kam thënë Dumanit në parlament, i kam thënë vërtet mendon që Edi Rama apo Erion Velia, kur ndërkohë ata nuk ishin të hetuar, nuk janë një dijeni për korrupsionin e gjithë atyre që ju po arrestoni sot. Unë kam qenë ai që kam thënë të e di gjithë e din kushdo. Dhe ka thënë, më falë, dhe ka thënë, dhe përgjigja ka qenë, jemi duke punuar. Ka nevojë për kohë. Patjetër, dhe punuan. Erdhi rezultati. Rama vazhdon jetë mend për drejtësinë. Unë vazhdoj të pretendoj dhe të besoj dhe duaj që pas Erion Velia të vente Edi Rama. Ti thua nuk ka shans, ti e shikojmë ndryshe. Është çështje besimi. Me këtë pritshmëri Edi Rama e mbyll dhe mandatin e tij që do shkojmë ke Edi Rama. Ne analizojmë mbas Erion Velia do fillojë. Kjo është çështje politike. Mos të presim nga Spaku. Do ta bëj skaletën. Mbas Erion Velia do fillojmë me Belinda Ballukun. Do ta hajë ajo. Siç janë fjalët. Do Spaku. E kupton? Mos të japi, mos ka problem të lëshoj bedelat që shkojnë nga mbrapa dhe vetë mos shkojnë atë. Nëse Spaku me përgjegjësi politike. Rama nuk e largon Spaku. Rama nuk e largon Spaku. Rama e largon opozita. Jo, nëse Rama është hajdut e largon dhe Spaku. Qofse Rama është hajdut, siç pretendon edhe zotrote, pa diskutim që largon edhe Spaku. Spaku do të bëjë detyrën, po se cili nga ne do të bëjë detyrën. Ska, nuk po i themi Spaku bëhet aktor politik. Po qofse Spaku bëhet aktor politik, ku i duhet Edi Ramës për të goditur opozitën. Pastaj bëhet aktor politik për të goditur klanet e brendshme PS, këtu pastaj nuk kemi më organ drejtësie, po kemi mash që përdoret për interesat e despotit. Dhe nëse ti mendon që kjo gjë do prodhojë në herë drejtësi, pastaj është ajo që po ta them edhe herë në mënyrë siç e mendoj unë, është fiks mirazhi që është gjë më e rrezikshme shkretir. Besimi se mas 5 kilometrash ka ujë, kur në fakt ka sërish shkretë të tjerë. Okej.
është çështje këndvështrimesh, ne Patjetër. shikojmë ndryshe të njëjtat fakte. Jo, tani për këtë çështje besoj se në ditët në vijim do mësojmë më shumë, se pak dihet deri tani, edhe pse Bledi na mbushi me informacione në fakt. Fashti kemi. Gjithsesi, atëherë që të mos ta ndërpresim pjesën tjetër ku do të flasim qoftë për programin, për fushatën, dhe ka edhe disa çështje të rëndësishme që nuk iku se kjo ishte pjesa e parë që kishte interesin e vet. Unë do të bëjmë 8:30. Po mi vrej, ishte lajm i rëndësishëm ky. Nuk po them gjë, ishte lajm, hajde vazhdojmë këtë çështje, se çka kuptimi ka tani nga kjo çështje. Jo, po që mos t'ja ndërpres fjalën. Shkojmë në reklama dhe pastaj kthehemi tek tema. 5 minuta program. 4 minuta reklama.